Qarkullimi në fshatin Trudë kishte më të rrallë. Ky autobus që bart udhëtarët nga Prishtina për në Trudë dhe Anasjelltas këtë të premte u pa më pak në këtë fshat. Kësaj banorët thonë se rrugët me ngrica e vështirë e kalueshme sollën probleme edhe në qarkullim. Sot më rrallë, sigurisht pe bole, edhe s'ka mujt me dalë gjarëm. U këthy 3-4 herë u shku për pjetë. Shala, i cili është edhe në moshë të shtyrë, thotë se një situatë të tillë po i shqetëson ata. Po mujna me jetë, po me dalë rrugë për shosëm, a këllë krejt, ata duhet më orë, me kalon krejt gjëmë, krejt akull. Kurse me një problematik të tillë të rrugëve të papastruara, një banor tjetër thotë se janë përballur edhe në të kaluarën. Asnjëherë për që ja ka bërë nuk e me pastru rrugën akull është, me të vërtetë është vështirë, është shumë rrezik për kerë me kalue, o rrezik për transport, në zonë të vejt honës, nëse nuk pastruhet rruga u bë akull krejt. Për gjendjen e rrugëve në Prishtinë kanë reaguar edhe nga opozita në kryeqytet. Këto ditë kanë pranuar shumë ankesa për rrugë në lagjet e ndryshme të Prishtinës, ku për shkak të rreshjeve të borës kanë mbetur të papastruara. E kjo po e vështirëson ecjen për këmbësorët, po ashtu edhe për automjetet. Andaj, komuna e Prishtinës urgjentisht duhet i pasojë rrugët e po ashtu ta bëjë kriposin e tyre. Ndërsa nga komuna e Prishtinës thonë se janë të informuar për gjendjen dhe se ekipet janë në terren. Është bërë pastrimi rrugëve, kemi pranuar ankesa edhe ne nga banorët. Ekipet janë në terren dhe po merren me pastrimin dhe lirimin e rrugëve dhe trotuareve. Kurse nga Drejtoria për Mobilitet në Prishtinë thonë se të gjithë autobusët kanë qarkulluar këtë premtë si zakonisht dhe asnjë nuk është ndalur si shkak i rrugëve jo mirë të pastruara.